Spitali Onkologjik në Tiranë ka lënë të sëmurë në mëshirë të fatit pasi një nga aparaturat kryesore për terapinë me rrezatim ka dalë jashtë funksionit. Prej më shumë se një jave, pacientët që ndjekin trajtimet e përditshme janë të detyruar të presin në ankth se kur do të rifillojnë seancat e tyre. Ne japin vetëm justifikime, kur e pyesim stafin, thonë s'kemi çfarë të bëjmë, do ju njoftojmë kur të rregullohet. Por për ne çdo ditë ka rëndësi, çdo orë është jetë, shprehet një qytetare e cila ka motrën e sëmurë me kancer të shtruar në këtë spital. Në një kohë kur mijëra pacient nga i gjithë vendi mbërrin çdo ditë në Spitalin Onkologjik për të marrë trajtimet e domosdoshme për mbijetesën, ky problem thekson sërish një të vërtetë të hidhur. Shëndetësia falas në Shqipëri shpesh është një sinonim i pritjes, mungesës dhe cilësisë së dobët. Ky është një realitet i trisht në sektorin e shëndetësisë publike. Çdo herë që një problem tenton të zgjidhet, menjëherë lind një tjetër, pavarësisht se ky është një ndër sektorët ku shpallen më shumë tender dhe investime. Situatat e emergjencës mungojnë. Vetëm pak ditë më parë u denoncua publikisht mungesa e një ilaçi etik për pacientët që vuajnë nga leuqemia mieloide kronike. Prej më shumë se 2 muajsh, ilaçi nuk është i disponueshëm në QSUT, duke detyruar pacientët që ta sigurojnë privatisht ose nga të afërmit e tyre jashtë vendit, shpesh me një kosto të papërballueshme, prej qindra eurosh për dozë. Herë mungon irinotekani, herë tjetër karboplatina, ndërsa ditën e sotme qytetarët denoncuan se është prishur edhe aparatura e rrezatimit në onkologjik. Qytetarët apelojnë për ndërhyrje urgjente të Ministrisë së Shëndetësisë. Ju lutemi, vendosni dorën në zemër. Këta njerëz nuk kanë kohë për të pritur, janë në luftë me vdekjen dhe duan të jetojnë. Ndërhyrja duhet të jetë e menjëhershme, jo vetëm për të rregulluar aparaturën, por për të vënë në funksion të plotë sistemin, thuhet në mesazhin e një familjari të një pacienti.